Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga dhimbja e kockave, urgjent hiqni dorë nga këto ushqime. Mënyrat e gabuara të qëndrimit, lodhja fizike dhe njëkohësisht gjenet janë disa nga faktorët të cilët rrisin mundësinë që ju të vuani nga dhimbjet e kockave, por jo më pak i rëndësishëm mbetet regjimi ushqimor. Këtu ju do të gjeni ushqimet që nuk duhet të hani në rast se keni dhimbje kockash. Veza, edhe pse vezët janë një burim i pashtershëm i vitaminave dhe proteinave, është e këshillueshme që personat të cilët kanë probleme me kockat të reduktojnë sa më shumë konsumimin e tyre. Duke qenë se vezët janë me origjinë shtatëzore, ato përmbajnë një lloj acidi i cili ul mbrojtjen e organizmit në rast se ju vuani nga artriti, pijet e sheqerosura dhe të gazuara. Në qoftë se ju ankoheni vazhdimisht nga dhimbja e kockave, duhet që të shmangni sa më shumë pijet e sheqerosura dhe ato të gazuara. Këto pije kanë në përmbajtjen e tyre sheqer të dëmshëm dhe acid fosforik i cili përkeqëson gjithmonë më shumë gjendjen tuaj shëndetësore. Mishi i kuq. Sipas ekspertëve dhe dietologëve, ata shprehen gjithmonë skeptik për sa i përket konsumit të mishit të kuq. Edhe pse mishi përmban shumë hekur i cili gjithashtu ndihmon në prodhimin e hemoglobinës, në qoftë se ju abuzoni me konsumimin e tij, mund të rrisni rrezikun për të patur artrit reumatoid dhe njëkohësisht patologji të tjera të cilat mund të sillin dhimbje të kyçeve. Në vend të mishit të kuq, hani me patjetër mish pule, peshk ose mishin e gjelit të detit. Patatet përmbajnë sasi të larta potasi që i nevojitet organizmit ton. Por, pavarësisht kësaj, personat të cilët vuajnë nga artriti ose dhimbjet reumatizmale duhet të shmangin me patjetër konsumin e patateve, pasi ato përmbajnë një lloj toksine të quajtur solanin që i përshkallëzon këto dhimbje. Frutat e thata. Frutat e thata janë gjithashtu një burim shumë i mirë i acideve yndyrore omega 3, por në mesin e këtyre frutave mundohuni të evitoni sa më shumë konsumimin e stikave të pishës, arrat e brazilit, pasi ato përkeqësojnë gjendjen tuaj shëndetësore. Dhimbjet të kockave nuk i shpëton dot askush, ato mund të kthehen në një problem për çdo moshë dhe kjo është veçanërisht e vërtetë nëse dhimbja është kronike dhe e vazhdueshme. Shkaktar për këtë dhimbje mund të jenë një mori arsyesh të tjera të cilat dëmtojnë përkohësisht ose përfundimisht kockat tuaja. Kjo recetë është me origjinë nga lashtësia dhe është e rekomanduar edhe nga mjekët për lehtësimin e dhimbjeve të kockave dhe njëkohësisht të shpinës. Për të realizuar këtë recetë, juve do t'ju duhet 10 lugë fara liri, 5 lugë susam, 50 gram fara kungulli, 50 gram fara lule dilli dhe 3 lugë rrushë të thatë dhe 1 kilogram me mjaltë. Në një tas të madh, ju duhet që të përzieni të gjithë përbërësit dhe pasi ata të jenë përzier mirë me njëri tjetrin, mbylleni masën e përftuar në një kavanoz qelçi. Merrni një lugë gjelle nga kjo përzierje përpara mëngjesit dhe para darkës. Kjo recetë do t'ju ndihmojë ju që të mbroni trupin tuaj nga osteoartriti dhe osteoporoza. Tendinat dhe ligamentet. Sipas informacioneve, kjo recetë do t'ju ndihmojë që të mbroni trupin tuaj nga osteoartriti dhe njëkohësisht osteoporoza. Tendinat dhe njëkohësisht ligamentet
do të jenë më elastike dhe do të rigjenerohen dhe ju do të keni më shumë fuqi. Nyjet më të rëndësishme në të gjithë trupin ton janë gjunjët, meqense ato na ndihmojnë në lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim dhe ulje, dhe njëkohësisht për shumë lëvizje të tjera që ne i performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit duhet të veproni shpejt sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të sjellin ato tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç natyral shumë të rëndësishëm i cili është në gjendje të qetësojë dhimbjen e gjunjëve dhe njëkohësisht duhet të jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mund të shkaktohet nga mbipesha, përpjekjet e tepruara fizike, lëndimet dhe artriti. Hidhini një sy kësaj recete. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe më pas përzjeni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe më pas vendoseni ato direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në këtë zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Në rast se keni dhimbje gjuri, ju mund të përdorni vaj në kokosit dhe piperin e kuq djegës, i cili mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Juve do t'ju duhen 2 lugë piperi kuq dhe njëkohësisht 1 lugë vaj ulliri. Përzihni përbërësit duke formuar një pastë homogjene dhe më pas aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë krejtësisht efikase ai mund të trajtojë dhimbjet e gjurit. Mjafton të ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë në gjuhë duke e masazhuar 2 herë në ditë. Më parë duhet të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që vendosni të aplikoni. Ndërkohë mund të konsumoni edhe vaj ulliri. Vaji i ullirit mund të përdoret edhe për të masazhuar kyçet dhe nyjet 2 herë në ditë, por ekspertët gjithashtu rekomandojnë konsumin e 1 lugë e gjysmë me vaj ulliri në ditë, një sasi e cila ka të njëjtin ndikim si ibuprofeni. Përveç ushqyerjes së duhur, ekspertët rekomandojnë konsumin e suplementeve të ndryshëm, të cilët mbështesin kockat, nyjet, kyçet dhe muskujt. Ndër suplementët më të mirë, ekspertët veçojnë vitaminën D, kalciumin dhe magnezin. Këto suplement mineralesh dhe vitaminash janë të rëndësishme edhe sepse ushqejnë dhe forcojnë kyçet dhe kockat. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.